Qendra e Librit Sotir Kolea, që prej 3 vitesh është pjesë e bibliotekës kombëtare, ka ndihmuar në hapjen e fondit me vepra të rralla, përfshirë koleksionet e Herbert, Alex Budës, Mitat Frashit, Mitrush Kutelit apo Lazgush Poradecit për lexuesin. Sipas shifrave të bibliotekës kombëtare, janë rreth 12 deri në 15.000 anëtarësime në vit, me një rritje të rinjve që frekuentojnë ambientet e bibliotekës, që tashmë lejon dhe studimin me materiale personale në sallat e leximit. Përgjithsisht ende mbeten klasikët e librit moshat e mesme dhe sipër, por që dhe të rinjt normalisht janë kthyer ambienteve bibliotekës kombëtare, sidomos dhe me po them materialet e veta, siç mund të jenë pajisjet elektronike, po barazohet grup mosha përkatëse në varësi të kërkesës dhe frekuentshmërisë së librit. Megjithatë, në ambientet e bibliotekës kombëtare mbetet problem mungesa e infrastrukturës për sistemimin e materialeve dhe përpasoj, shumë tituj nuk janë të aksesueshëm lirisht për publikun apo studiuesit. Ne jemi përpjekur të bëjmë maksimumin, por që përsëri fondi kryesor, të paktën në gjuhën shqipe, ndodhet në fonde të mbyllura tek Pallati i Kulturës, ku aksesohet në mënyrë më të vështirë në aspektin e vonesës, por që normalisht i është gjendur vendi përkatës çdo libri dhe çdo vepre. Me pasurimin e fondit vit pas viti, shtohet nevoja për zgjerimin e ambienteve për bibliotekën kombëtare. Teksa ende nuk ka një datë se kur do të jetë gati godina e re që ka nisur të ndërtohet në zonën e liçenit artificial. Është nevoja më e madhe për bibliotekën kombëtare, në mënyrë që të ndjekim po të njëjtin politikë të brendshme, siç jemi në Qendrën Sotir Kolea, ta ndjekim dhe me, po themi, në krejt institucionin. Të lehtësohet prania e librit tek lexuesi. Kështu që mendoj se sot për sot që flasim është pjesa më e rëndësishme për ndërtimin e një biblioteke të re. Janë vepra shumë të vyera dhe të vjetra dhe në kohë, të cilat normalisht duan kushtet përkatëse për vazhdimsinë e jetësimit dhe rijetësimit të tyre.